Kryeministri Edi Rama është nderuar me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog, një nderim për personalitetet të nivelit të lartë. Medaljen e nderit të dorëzuar në një ceremoni të posaçme në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Rama konsideroi nderim për shembullin që shqiptarët i lanë botës duke mos dorëzuar asnjë hebre të vetëm tek nazistët. This incredible honor. Ky nder i jashtëzakonshëm nuk mund të jetë vetëm për mua, por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej sesa në fillim të saj. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me dy shtete, por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Presidenti i Izraelit vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve, ndërsa u kthye pas në kohën kur Shqipëria dha kontributin për mbrojtjen e hebrejve. The Albanian Code of Besa. Kodi shqiptar i Besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit, ndihet mjaft i pranishëm në këtë hol. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e veta më të errta gjatë Holokaustit. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Me kuraj, ata ju dhanë stre grave, burrave hebrej, të cilët arratiseshin nga pjesë të tjera të Europës, dhe duke e bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Kreu i qeverisë ndodhet në një vizitë 2 ditore në Izrael në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar vitin e shkuar në qendrën spitalore universitare Sheba Medical Center në Tel Aviv.